veç pak. Vetëm pak. Jo, more, o zotni, se mujna me bisedu shumë gjatë në këtë punë. Të paktën duhet me rujt njerin e etik, të paktën të konfliktit e Miro me rujt, mirë. Po, me të vërtet miro. Unë më. Pikën e parë është mos më përzit në gjyqësor, si politik. Kush spari, këto vetëvendosja e kanë përçu një mesazh të popullit që të mendu që Ministri e Drejtësisë është shefja KPK-s edhe KXH-s. Dhe kjo është problemi themelor dhe ka mendu gjatë gjithë kohës që ajo mundet me udhëheq kryeprokurorien dhe Këshillin prokurorial dhe Këshillin gjyqësor. Dhe këta ja ka bën vrejtje qysh në fillim Komisioni Venedikut. I keni shkruar me këtë punë, mundi me shku dhe me lexu. Dhe bëjmë veç pak. Po kudo që ke qenë se s'është po shihet që po mduket s'ke. Dhe mos u ndërprej. Po ngatroj gjonën Vetëm pak. Jo, more, o zotni, se mujna me bisedu shumë gjatë në këtë punë, edhe ndoshta ishe mangësitë e tua më sa nuk kemi aty. Le të flasim, lem ta kryej fjalën. Atëherë, edhe e dyta. Këshillin prokurorial, kryeprokurorin e shtetit nuk e zgjedh politika as dekreti i presidentës. As judës, as i presidentës, sepse dekreti është vetëm formalitet. Ajo normalisht nuk ka drejt nëse më nënshkruaj, me fol drejt. Në drejtën kushtetuese, nëse lexojmë mirë në frymën kushtetuese, e ka të obligueshme. Prandaj është i pavarur Këshilli prokurorial edhe Këshilli gjyqësor. Sa i përket buxhetit? Sa i përket buxhetit, ne kemi qenë të vetme që kemi shtu 30% buxhet, do thotë gjyqësorit. Dhe këta e dinë se në qeverisjen e Haradinaj ka ndodhur kjo gjë. Edhe sot ne do ta miratojmë cili do buxhet, siç e thanë edhe kolegët e mi, po jemi të gatshëm që sot mu zotu për 20 deri në 30% buxhet shtesë. Faleminderit, Vigan. Replikë. Shumë gjana u thanë, por këtu të paktën duhet me rujt njerin e etik, të paktën të konfliktit e Miro me rujt, mirë. Po, me të vërtet miro. Unë më. Përfundoj. Për me këtu... Po, të mbështes. Kritiku që s'po doni buxhet me ofru. Adresoj që të kritiku. S'po don shifra me ofru, po thu që s'mujnë me administru. Pikën e parë është mos më përzit në gjyqësor. Pikën e parë me rujt. Askush nuk përzit në gjyqësor. Kush? Lutëm 30 sekondat Viganit, labinat ta ndëgjojnë. Vigan adresoj ide që s'po don me dediku buxhet ma shumë. Jeni të mundu me zgjedh kryeprokurorin, do thotë përmes UD-s së presidentit. Ta ndëgjojmë replikën, lutëm, mos ndërprej në replikë. 30 sekondat. Atëherë për sharem nuk ka nevojë e para punës me u keqcitu, se unë thash administrimi i buxhetit bëhet nga këshillat respektiv, por nevojat e buxhetit, të cilat këshillat i kanë, nuk munden me sjell deri te një keq administrim, i cili më pas nuk i justifikon nevojat e tyre legjitime. Ata çdo herë kanë buxhetin e alekum për nevojat reale. Dhe viti buxhetor, viti kalendarek që asocion me vitin buxhetor, qoftë vitet paraprake brenda qeverisë Kurti, qoftë vitet e ardhshme janë të alokume për krejt nevojat. Ata kërkojnë çdo herë mjet të shtesë për arsye të nevojave të cilat lidhen me facilitetet e ndryshme, ka nevojë me ndërtu një objekt 3, ka ndërtu.